Mirëmëngjes për gjithë nderuar shikues, do të ndjekim drejt për drejt kryeministrin e vendit zotin Rama. Jam këtu në një komunikim të drejt për drejt, sepse jam absolutisht i surprizuar, le ta themi me një fjalë të butë, nga një reagim i pabesueshëm i shoqatës gjyqtarëve lidhur me shqetësimin e ngritur nga unë publikisht për një përpjekje që në këndvështrimin tim është e pajustifikueshme, është e papranueshme dhe është e pagëlltitshme për t'ju imponuar parlamentit dhe qeverisë përmes pushtetit gjyqësor dhe për t'i rritur pagat vetes gjyqtarët me gjyq. Dhe këtë shqetësim publik unë e kam shprehur si palë në emër të një pale. Një pale me të drejtën për të mbrojtur interesin e vet, në këtë rast publik, në gjykat. Pra, në emër të pushtetit ekzekutiv, po edhe si kryetar i shumicës parlamentare. Është hera e dytë që ndodh që ka një habi shoqëruar me një përpjekje për të më mbyllur gojën, kur në fakt u flas në emër të çka përfaqësoj me votën e shqiptarëve në mbrojtje të një interesi për të cilin jemi në gjyq. Pra, jemi palë. Dhe befas shoqata e gjyqtarëve shfaqet publikisht si një parti politike, me një gjuhë të papranueshme dhe të pajustifikueshme për ata të cilët përfaqësojnë pushtetin gjyqësor, pra përfaqësojnë një pushtet i cili arbitron dhe jo një arbitër i cili thot bilbili është i imi, topi është i imi, penaltin do ta gjuaj vet dhe porta duhet rri pa portier. Dëgjoni se çfarë gjuhe. Shoqata ka ndjekur me keqardhje dhe shqetësim fushatën e spekulimeve publike të ndërmarrë nga kreu i Këshillit Ministrave dhe gjithashtu dhe zhvillimin mediatik të saj që kulmoi mbrëmjen e kaluar, pra flasim për parmbrëm, ku, mbasi mora informacion, kuptova që ka pasur disa emisione të mbrëmjes që janë marrë me këtë çështje. Dhe këto emisione të mbrëmjes, të organizuara në mënyrë krejt të pavarur prej meje dhe në mënyrë krejt të natyrshme siç organizohen çdo mbrëmje dhe shumë prej cilave janë të pamirëseardhura në aspektin e përmbajtësor nga shumica qeverisë, por kjo s'ka asnjë lloj problemi. Futet në gjuhën tipike të një politike të vjetër të dasisë dhe të urrëties, duke i përshkruar gjykatësit e Republikës Shqipërisë. Në fakt aty janë një dorë njerëzish që i shkruajnë dhe i bëjnë to se si janë absolutisht të gjithë gjyqtarët, kështu që por ata që marrin përsipër të flasin në emër të gjyqtarëve, si fushat e imja e kreut Këshillit Ministrave. Tani, besoj që të gjithë e dinë se çfarë është një fushat, dhe çfarë është një fushat
kur e udhëheq unë, së bashku, me gjithë shokët dhe shoqjet e armëve të Partisë Socialiste. Një uragan që merr përpara, këtij dali përpara, kur është fjala për një betejë politike. Po kjo nuk është një betejë politike, ne nuk jemi në asnjë fushat dhe nuk kemi asnjë qëllim të bëjmë fushat kundër gjykatësve. Dhe të vetë vendosurit në pozicion e viktimës, ndërkohë që ajo që kjo shoqat po kërkon është absolutisht unikale në historinë e Europës, nuk e bën më të lehtë pozicionin e gjykatësve. E gjithë kjo tymnaj populiste, po kush jeni ju që i jepni vetes të drejtën të bëni përcaktime të tilla? Tymnaj populiste. Jeni parti politike, regjistrohuni si parti politike, dilni në garë edhe mbroni platformën tuaj dhe pastaj bëni dhe ju, siç bëjnë plot, luftën me etiketime, me sharje, me fyrje, me vendosje të kundërshtarit në pozita që nuk janë absolutisht të lidhura me argumentin, por me etiketimin. Tymnaj populiste e krijuar dhe e shpërndar me qëllim linçimin e gjyqtarëve. Dini çfarë është linçimi? Linçimi, mund t'ja u them unë, sepse unë e kam provuar linçimin. Linçimi është diçka krejt tjetër. Nuk ka lidhje fare me një qëndrim publik ku as nuk është përmendur njeri me emër, as nuk është fyer dhe etiketuar njeri, por është ngritur një problem i madh dhe serioz. Ju zotëri kërkoni 37 milion euro plus nga buxheti i shtetit për t'i rritur vetes tuaj pagat. Kjo është e vërteta që nuk e luan topi. Dhe që ta dinë shqiptarët se çfarë kërkoni ju dhe për çfarë jemi ne në gjyq me ju në gjykatën kushtetuese, shqiptarët duhet dinë që ju kërkoni që për gjykatarin e shkallës parë paga të shkoj nga 3.360 euro në 5.300 euro. Ju kërkoni që për gjyqtarin e apelit paga të shkoj nga 3.480 euro, që është sot aktualisht 3.480 euro, në 5.500 euro. Ju kërkoni që paga në gjykatën e lartë shkoj 5.800 euro. Dhe ju kërkoni që pagat e prokurorëve të Spakut, të cilët edhe herë tjetër për Spakun e veçoj sepse nuk i është bashkuar dhe respekte, nuk i është bashkuar kësaj përpjekje absurde. Nuk ka firmosur për të qenë palë në gjykatë kushtetuese për ta çuar pagën e vet 9.800 euro. 9.800 euro. Ndërkohë që sot aktualisht pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve të Spakut janë rreth 6.500 euro. Pra 3.000 euro doni ju t'i rrisni pagat vetes në muaj me një vendim gjykate. Ku jeni ju këtu? Ku jeni ju këtu? Çfarë kërkoni ju? Dhe në ndërkohë, ajo që e bën edhe më serioze këtë situatë është se pagat tuaja janë paga më të larta, goxha më të larta se në rajon, se në Maqedoninë e Veriut, se në Malezi, dhe janë paga të barabarta me gjykatësit në një vend të Bashkimit Evropian, siç është Greqia. Sot që flasim aktualisht, ju i keni pagat sa në Greqi. Dhe ju doni t'i rrisni me nga 2.000-3.000 euro në muaj. Në emër të çfarë? Ju thoni në emër të ligjit të kushtetutës? Kjo është e pavërtet. Nuk ka ligj dhe nuk ka kushtetutë që ju jep juve këtë të drejtë dhe nuk është e shkruar asgjë kundi. Dhe kur ju thoni ne nuk mund të heshtim përballë përbaltjes kryeministrore, për çfarë përbaltje e keni ju fjalën? Për cilën përbaltje?
për cilën përballje kryeministrore, publike dhe mediatike tërësisht histerike, si guxoni ju të vendosni etiketime të tilla duke qenë arbitra, duke qenë përfaqësues një pushteti i cili duhet të hesht në publik dhe duhet t'jap vendime në sallën e gjyqit midis palësh. Dhe palë në gjyq jemi të gjithë përveç jush. Ju jeni ata që gjykoni për të gjithë dhe duhet garantoni barazi përpara ligjit të gjithëve. Dhe ndërkohë juve me këtë tentativë në gjykatën kushtetuese doni të jeni ligji. Kjo është e vërteta. Dhe nuk synon, si thoni ju, qëndrimi im të ndezë kundër shtit në opinionin publik për një vendimmarrje dhe proces kushtetues që duhet zhvillohet në sallën e gjyqit, për cilin dikush prej jush në emër të shoqatës, atje në gjykatë, siç e përmenda në prononcimin tim, tha edhe ne të zgjuar jemi, tham ta kalojmë këtë kur tjerët se kishin mendjen dhe kishin mendjen tek fushata, tek zgjedhjet, ashtu a. Po çfarë do të thënë kjo? Dhe si arrini ju deri në pikën që të sulmoni publikisht, qeverinë, të sulmoni publikisht kreun e Këshillit Ministrave, të sulmoni publikisht mediat, dhe t'i akuzoni të gjithë për histeri. Kush jeni ju? Për çfarë histeri e keni fjalën? Më shikoni mua të agjituar, jam shumë i agjituar se 37 milion euro që kërkoni ju plus nga buxheti i shtetit janë para që duhet hiqen nga diku tjetër. Dhe juve merrni përsipër atje në sallën e gjyqit të bëni të jepni gjykime politike. Ju merrni përsipër atje në sallën e gjyqit të jepni gjykime për qeverinë, a thua se qeveria është një palë tjetër, jo në aspektin kushtetues, për aspektin politik. Ju merrni përsipër të flisni për abuzime tjera ndërkohë që duhet garantoni në sallat e gjyqit pavarësi dhe pansi. Po kjo është një temë tjetër. Ndërkohë që tema për cilën jam këtu unë është kjo që juve kërkoni të rrisni pagat vetes me gjyq. Dhe vazhdoni thoni e gjithë kjo fushat qeveritare dhe të shumëzuar mediatikisht e nxitur dita ditës për të krijuar furi populiste. Cilën furi populiste? Dhe cilën e nxitur dita ditës? Ku e keni dëgjuar ju dita ditës këtë gjë? Apo është miza nën kësul që nuk po funksionon plani i kalimit pamendje të 37 milion euro e plus, të rritjes pagave mujore me 2.000 e me 3.000 euro në muaj, dhe të kthimit Shqipërisë në të vetmi vend në planet, ku pastaj në pafundësi pagat e gjykatësve dhe prokurorëve janë më të larta se paga e presidentit Republikës dhe deputetëve dhe ministrave dhe e të gjithë tjerëve. Po si ka mundësi që sot pagat e shumë kujt ndër ju janë më të larta sa paga e kryetarit të gjykatës lart, e kuptoni apo? Po çfarë bëhet kështu? Ndërkohë që po i marrin me radhë argumentat për të mos vazhduar këtë betejën retorike, të cilën ju sugjeroj ta lini dhe mos përfshiheni më, sepse nuk i takon gjykatësve të prononcohen publikisht me terma të tilla, duke përdorur etiketime të cilat ju shkojnë partive më të vjetra dhe më të degraduara këtu në Republikën e Shqipërisë dhe jo një trupe gjyqësore e cila është mbështetur me të gjitha forcat, me të gjithë vullnetin e mirë, me të gjithë dëshirën e mirë, pa pushim nga kjo qeveri dhe nga kjo shumicë qeverisë. Mirë, kemi ndjekur për disa minuta drejt për drejt komunikimin e kryeministrit Rama me ndjekësit e tij online, është fokusuar tek pagat e gjyqtarëve. Do të shkëputemi nga transmetimi drejt për drejt, do të vijoni me Vilën 24 në News 24.